Dhe me thonë, 95 minuta kemi marrë informacionin se në blokun 70, afër nesh, do me thonë, digjet një banes. Ekipet e zjarfikësve kanë qenë në teren, do me thonë, me 3 automjete. Gjithashtu kemi mbri në kohë në momentin, do me thonë, 10 minuta e kemi shumë afër edhe blokun 70. Si që konstatuam edhe nga shkuarja atje, do me thënë bëhet fjalë për një person që ka humbur jetën. Dihet që në të njëjtën banesë para disa ditëve, do me thënë para 10 ditëve, kemi pasur njëjtë zjarr të paraqitur dhe kemi intervenuar ne si zjarrfiks. Kjo është ajo në përgjithësi. Dihet që viktima është e moshës diku 70 vjeçare, mbi 70. I lënduar është edhe djali i tij, i cili ka tentuar që bëjt diçka për ta shpërtuar prindin. Dihet që personi i cili për fat keq ka ndruar jetë ka qenë profesor dhe në kohët e fundit, do të thonë, dihet që pensionin dhe nuk ka qenë aq edhe në lëvizje. Kështu që shkaqet dihet që ai ka përdorur edhe bomboll gazi, të cilët ndoshta e ka haruar. Mirë po, për këto informacione më shumë detaje mund t'ju jep prokurori i cili mbrëmë ishte në vendngjarje. Dihet që në këtë periudhë, gjatë gjithë kësaj kohës, kemi pasur intervenime të ndryshme në rreth e përqartë të Tovës, do të thonë edhe në fshatra, të cilët kanë qenë me dëme shumë të mëdha. Arsyeja është jo pastrimi i ogjaçeve. Të shfrytëzohet kjo kohë e mirë e cila mund të pastrohen ogjaçet. Dihet që në Pollok, në rrafshin e Pollogut, qytetarët të ndryshëm dinë edhe të djegin gjithçka që ju del para për t'u ngrohur.